Jemi rikthyer në studio me të dashur dhe tani më jemi gati të realizojmë edhe bisede në studio. Nga 20 korriku, tregu në rrota do të nisë një rrugtim nëpër qytetet e Kosovës me synimin për t'i ofruar qytetarët sa më shumë me produktet dhe po ashtu edhe me prodhuesit vendor. Ndërkaq kjo iniciativë vjen nga Banka e Vendit dhe PPK me mbështetjen e Bergjit, por për të kuptuar më shumë rreth idesë dhe po ashtu edhe ndikimit dhe pritshmërive nga ky projekt, sot kemi në studio drejtorin e shoqatës PPK, Hartim Gashi. Zotri Hartim, mirëmëngjesi, faleminderit shumë, është kënaqësi që të kemi. Faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi gjithmonë të jemi në televizionin tuaj dhe në emisionin mëngjesi. Edhe për neve kënaqësi, sidomos kur flasim për prodhime edhe për prodhues vendor. Kisha dashur të më ndal pak domethënë lidhje edhe me synimin, misionin dhe vizionin e organizatës, se do të thotë prodhime dhe prodhuesit vendor është njëra ndër to. Kisha dashur me di çysh ka shkuar puna deri tash. Po sigurisht misioni jon si shoqat është që të promovojmë prodhimet vendore dhe prodhuesit vendor, edhe një për qëllime kryesore ne jemi të mundu të realizojmë në forma ndryshme të promovu prodhuesit produktet me aktivitete ndryshme rreth Kosovës, me qëllim që konsumatorët vendor t'i ofrojnë mundësi që të shijojnë edhe të kenë mundësi të krijojnë lidhje të reja me prodhuesit vendor, edhe të ndryshojnë perceptimin se kohët e fundit kemi telashe edhe keq kuptime rreth prodhuesve vendor. Për këtë qëllim na, siç e përmende edhe, kemi filluar një iniciativë me bankën BPB, Bankën e Vendit, dhe Bergjin si një prej bashkë donatorët e këtij aktiviteti. Qëllimi i këtij aktiviteti është që në disa kryeqendrat kryesore të Kosovës të bëjmë një aktivitet i cili të ketë një rrjedhshmëri disa ditore, me qëllim që prodhuesit vendor të afrohen te konsumatorët dhe normalisht të shfrytëzojnë mundësi që me shit prodhimet e tyre në njërin anë edhe me i promovu produktet e tyre në anën tjetër. Kështu që për këtë qëllim e kemi quajtur tregu në rrota, një aktivitet shumë interesant, është të bëu për herë të parë në Kosovë, edhe do të fillojmë me datën 20 korrik me Prishtinën, pastaj me 22 korrik vazhdojmë me komunën e Mitrovicës, me 24 korrik është komuna e Pejës, Gjakova me 27 korrik, 31 korrik është Ferizaj edhe një gusht është Vitia. Do të thonë është një punë shumë e madhe që e kena bo organizim edhe logjistik shumë e madhe, edhe jemi në pritje të fillimit aktivitetit që në nxitoj presim të fillojmë të hanën nga Prishtina. Aktiviteti kryesisht ka më u zhvillu prej orës 4 pasdite deri në orët e vona të mbrëmjes, me qëllim që kemi një mundësi sa më të mirë që konsumatorët të dalin në sheshet kryesore ku do të organizojmë aktivitetin, edhe aty të shijojnë produktet vendore, po jo në pikun e të nxehtit, edhe kemi vendosit botë pasdite, edhe shumica e diasporës tonë që kanë fillu veç të vinë në Kosovë, të kenë mundësi po ashtu të njohin, pasi që pasditja gjatë kohës verës është në koha më e përshtatshme që njerëzit grumbullojnë rreth shesheve kryesore. Du me cek që aktiviteti do të zhvillohet kryesisht në qendrat, në sheshet kryesore ty në qyteteve që i përmenda, me qëllim që të kemi sa ma shumë interakcion ndërmjet prodhuesve vendor edhe konsumatorëve të këtyre produkteve. Zotri Hartim, po më intereson pak më shumë kjo pjesa e prodhuesve vendore dhe produkteve vendore. Kisha dashur me ditë çysh keni me organizu, do thotë e përmendet që keni me organizu në disa prej shesheve kryesore të qyteteve, nisur nga Prishtina, edhe po du me ditë pak prej krejt atmosferës që ka më bërë, kush ka me marrë pjesë dhe a janë të informuar tashmë. Po, ideja e këtij tregu në rrota ka qenë që na në secilin prej këtyre qyteteve që të shkojmë, t'i ftojmë prodhuesit vendor të aty në zonave. Do të thonë mos çojmë prodhues prej Prishtinës në Mitrovicës e prej Mitrovicës në Pejë, po prodhuesit e Pejës t'i bëjmë bashkë edhe të njihen me konsumatorët e Pejës me qëllim që ata të krijojnë lidhje edhe pastaj ta kenë më lehtë të vazhdojnë kontaktet të tyre dhe me vazhdu me ble prodhime nga ata prodhuesit vendor. Setapi i këtij aktiviteti domethënë është bo modifikimi i një kamionetës, i rimorkjes së kamionetës. Rimorkja do të shndrohet në një treg mobil ku prodhuesit vendor do të kenë mundësi pastaj të ekspozojnë produktet e tyre, edhe konsumatorët do të afrohen të shohin produktet, të blejnë produktet. Sigurisht jo vetëm pjesa e rimorkjes ka me qenë
pjesa kryesore, pasi që do të kemi edhe aktivitete përcjellëse, fushata informative, vetëdijsuese për konsumatorët rreth cilësisë dhe sigurisë produkteve vendore që prodhohen nga kompanitë vendore. Kështu që pak a shumë ka me qenë një aktivitet interaktiv, nuk ka me qenë një treg klasik që vjen dikush blen edhe vazhdon, po secili konsumator që ka mu afru aty, na kena mi dhënë edhe shumë atje për informacione rreth prodhuesve vendor, sigurisë ushqimore që ofrojnë këto prodhues, kualitetit produkteve që ta prodhojnë, edhe rëndësinë edhe përkrajën që ne si shoqat ja u bëjmë prodhuesve vendor. Padyshim që po, edhe po besoj që të gjithë prodhuesit vendor kanë me përfitu shumë nga kjo nismë. Sigurisht, të pas parasysh se na veç kemi fillu, do më thonë kemi finalizu listët e kompanive që do të marrin pjesë në këtë aktivitet, interesimi ka qenë shumë i madh kryesisht këto qendrat e mëdha jashtëzakonisht i madh, kështu që na kemi pas edhe të vështirë që cilët kompani me i përzgjedh, prandaj jemi mundu që kryesisht kemi biznese që janë pak më të vogla me qëllim që aty në t'ju japim mundësi, pasi që jo gjithmonë ata kanë mundësi të financojnë vetë aktivitetet promovuese, kurse bizneset që janë pak më të mëdha ato kanë një siguri më të madhe financiare dhe kanë mundësi që të investojnë vetë edhe të kenë një kapacitet që të marrin pjesë në aktivitetet e tilla. Do të fokusohemi po ashtu edhe tek bizneset e vogla, të grave, të cilat kanë mundësi që të gjejnë klient për brenda rrethit ku ato operojnë, kështu që ky pak a shumë ka qenë struktura e bizneseve që do të marrin pjesë në gjatë ditëve që i kemi planifikuar këtë aktivitet. Do thotë këto janë disa prej kritereve, nisur nga bizneset e vogla që synoni të mbështetni dhe po ashtu edhe përfshirjen e grave për një ekonomi më gjithëpërfshirëse. Sigurisht, kurse ne si shoqat përfaqësojmë gjithë prodhuesit vendor që merren me përpunimin e frutave dhe perimeve, kuadër shoqatës kemi kompani shumë mëdha të cilat zakonisht marrin pjesë në aktivitete ndryshme tregtare që janë sales mission, B2B edhe aktivitete pjesëmarrës panajire ndërkombëtare, kurse për bizneset e vogla të cilat akoma nuk janë gati që të krijojnë lidhje me tregjet ndërkombëtare, atyre mundohemi që na t'ju ofrojmë sa më shumë për krahje që të mbulojnë një kërkesë caktuar të konsumatorëve vendor në tregjet lokale. Kështu që kjo iniciativë kryesisht është bërë për bizneset që kanë nevojë më shumë për konsumatorë në tregun vendor, edhe kryesisht në tregjet lokale, për arsye se jo gjithmonë banorët e një zone të caktuar ose një komunë ose një qyteti e dinë që në atë komunë ka prodhues të vegjël. Këto po e them për arsye se na kemi pas raste kur kemi organizuar panajire dhe B2B-at në ngjashme, një prodhuesi për nëzajmë Mitrovicës është taku me një konsumator të Mitrovicës në Prishtinë. Do më nuk e ka pas idenë që ekziston prodhuesi në Mitrovicë, ai është vetë banori Mitrovicës edhe s'kan arrit me u bë bashkë edhe pse janë në njëjtë vend. Kështu që na po mundohemi sa më shumë të krijojmë dukshmëri, vizibilitet për këto prodhuesit vendor, që pastaj konsumatorët kanë mundësi që të blejnë për këtyre produkteve dhe prodhuesve lokal. Zotëri Artiem, në fakt një ide shumë e mire, sidomos kur flasim që tregu do të jetë po ashtu lëvizës dhe po ashtu do të shkojnë nga qyteti në qytet. Unë po do më thonë po interesona pak edhe në lidhje me idenë se që ka ardhë ideja, ka të bëj edhe me rastet e fundit që ka ndodhë në Kosova, po qysh ka ardhë ideja? Faktikisht këtë aktivitet e kena dizajnu, e kena ndërtu bashkë me bankën BPB qysh vitin e kalum, po për shkaqeve ndryshme teknike edhe mundësive tona financiare, nuk kena arrit në vitin e kaluar me realizu këtë aktivitet, pasi që si ide kena zhvillu dikun gjatë verës, edhe ka qenë shumë e vështirë me mri me organizu, kurse këtë vit aktivitetin e kemi fillu qysh muaj në prill përgatitjet, organizimin, në mënyrë që tash gjatë korrikut edhe ditën e parë të kushtit të jemi të gatshëm edhe të kemi këtë aktivitet. Qëllimi ka qenë t'ju ofrohet prapë mundësi prodhuesve të vogël të njërë me konsumatorët, të krijohen lidhje, raporte, si më thënë, emocionale ndërmjet prodhuesve vendor edhe konsumatorët produkteve vendore, kështu që kjo ide është zhvillu me qëllim që pastaj synojmë ta kemi një aktivitet vjetor gjatë gjithë edhe viteve të ardhshme, gjejmë një mekanizëm që ky aktivitet mos ndalet, edhe vitin tjetër ta bëjmë një itinerar tjetër, për shembull Podujeva, Skënderaj, Klina e kështu me radhë. Domethënë, çdo vit të ndryshojmë itinerarin e lëvizjes tregut me qëllim që pastaj të kemi një mbulim në gjitha qytetet dhe qytetat e Kosovës. Kështu që po planifikojmë, po shpresojmë që si vjetë kena me qenë të suksesshëm edhe kena me vazhdu edhe vitet e ardhshme. Do më thosë synoni që nëse gjithçka shkon mirë dhe siç duhet, tash synoni me kthim bas edhe në një aktivitet tradicional.
në shoqatën PPECO gjithmonë gjatë çdo viti testojmë aktivitete ndryshme, iniciativa ndryshme, jo gjithmonë ja qëllojmë, po atëherë kur e shohim që një aktivitet po është atraktiv edhe ka interesim pej konsumatorëve, pej prodhuesve vendor që të vazhdohet, na kena arritë që shumë aktivitete mi bë aktivitete vjetore, do të thonë tradicionale, për shembull kena forumin e sektorit ushqimit që si vjetë organizojmë edicionin e 6 këtij aktiviteti, është një aktivitet B2B, kështu që realisht na kemi një traditë që aktivitetet që tregon suksesme, jo vetëm për neve si organizator, po janë suksesme për prodhuesit vendor, për arsye se na mundomi atyre të krijojmë kushtet favorshme për me shit edhe me gjithë konsumator, nëse ata gjenë konsumator, nëse ata arrin me kriju klient tri, me gjithë klient tri, atëherë për neve çaj është sukses. Edhe synojmë që vitet e tjera ta zgjenojmë ose ta ndryshojmë, ta rrisim numrin e bizneseve që të marrin pjesë në këtë tregun me rrota, synojmë që të zgjerojmë numrin e qyteteve që do të vizitojmë, ndoshta mundemi ta bëjmë edhe komplet një muj ditë aktivitet gjithë Kosovën, mirë po du të shohim, na kena shumë shpresë se ky aktivitet ka me qenë shumë interesant, për arsye se interesimi i kompanive ka qenë shumë i madh për me qenë pjesë e shtandeve që do të vendosen këtë kamionet për me promovu produktet vendore. Pastaj do të shohim se si rrjedhin gjonat edhe nëse është i suksesshëm vitin tjetër, me siguri do ta përmirësojmë se kena me mësu prej do gabimeve që jemi sigurt se kena me i bërë gjatë rrugës. Padyshim që po, dhe faktikisht një ndihmë shumë e madhe për bizneset e vogla dhe po ashtu edhe për prodhuesit vendor, sidomos kur bëhet fjalë jo vetëm për promovimin e produkteve, por edhe për socializimin mes vete, që mund të nxjisë më pak edhe bashkëpunime të ndryshme, por edhe mund të nxjisë më pak edhe mbase ndonjë gjë tjetër sa i përket komunikimit mes atyre. A ka qenë e vështirë me bo një organizim të tillë, po du më ndalë pak edhe të pjesa financiare, a keni pas komplikime dhe qysh ka qëndru situata? Falë në përkraj se kena marrë pe bankës BBB edhe pastaj iniciativës për bashkët bankës BBB me Bergjin, do më thonë kena arrit me siguru fondet mjaftueshme për me fillu këtë aktivitet edhe me testu këtë aktivitet. Teknikisht nuk ka qenë e lehtë për arsye se do të merret një rimorkjo, të adaptohet, vendosen disa shkallë që konsumatorët të hipin edhe të largohen prej kamionetës, çështjet e aspektit sigurisë, njerëzve që do të lëvizin aty, domethënë nuk është bashkë e lehtë teknikisht, po edhe financiarisht normalisht, po mos ishte përkraja e bankës BBB, ky aktivitet veç kish me mbet si një ide që e kemi kriju, por nuk ishme më qenë e realizueshëm. Kështu që falë BBB-s Bankës Vendit, e cila vazhdimisht neve na ka përshtet si organizate prodhuesve vendor, domethënë ne kemi arrit me bë këtë aktivitet, edhe po besoj që kena me vazhdu bashkëpunimin me bankën, edhe kena me synu që me rrit edhe me zenu numrin e ditëve që do të lëviz kamioneta apo tregun e rrota. Zotëri Artem, në përgjithësi a mendoni se në Kosovë po u kushtohet rëndësi produkteve vendore, apo a mendoni që çdo herë më shumë po ka interesim më të lartë, dhe po ashtu se sa ka me ndiku ky aktivitet që mbas edhe më urit interesimi dhe vetëdijsimi për produktet vendore? Unë gjatë bisedës e përmenda, qëllimi i këtij aktiviteti nuk është vetëm me gjithë konsumator, po është edhe një kampanjë, një fushat për me promovu prodhimin vendor në përgjithësi. Kohët e fundit fatkeqësisht disa raste që na kanë ndodhur janë bo mediatike me të drejtë apo pa të drejtë, nuk po du me undalë në atë drejtim, mirë po unë një gjo di me thonë që prodhimet vendore, produktet vendore që prodhohen nga fermerët e Kosovës, produktet vendore që prodhohen nga përpunuesit e Kosovës, me plot siguri e them, janë 100% më të sigurta se cili prej produkteve që importohen nga vendet e rajonit. Ne si shoqat kemi organizu vizita në këto vendet e rajonit, kemi vizitu edhe përpunues të ndryshëm të veçanërisht të turshive, do më thonë ajvarit, lanxheve e tjera, kompanitë tona janë në nivel më të lartë, do më thonë janë në nivel tjetër, mund të krahasohen me
vendet e Evropës juglindore, me vendet e Evropës që prodhojnë këto produkte të ngjashme, por arsye se jo me kot na arrim të eksportojmë produktet tona në tregjet ndërkombëtare. Edhe jo vetëm që shiten në tregjet lokale nisha apo tregjet ballkanike që njihen në Evropë, po produktet e Kosovës, turshia, ajvari, lanxhe të ndryshme kanë arritë që t'jenë në raftet e supermarketeve ndërkombëtare që operojnë në vende të ndryshme si Austria, Zvicra, Gjermania e të tjera. Do të thonë, nuk diskutohet kualiteti i produkteve, pra po them nuk mundemi me generalizu, me thonë që gjithë shka është mirë, normalisht mund të ketë raste kur produs caktuar vendor me vedi apo pa vedi ndërhyjnë në cilësinë ose e minojnë cilësinë e produkteve vendore, po prapë se prapë, këto e thonë me shumë përgjithësi, se jemi tu bazu në fakte edhe në argumente që na i kena pas gjatë vizitave që kemi bo në kompani ndryshme të vendeve të rajonit. Kështu që paktën për sektorin e përpunimit pemëve perimeve, por këto jem shumë i sigurt, 100% i sigurt, po ashtu edhe fermerët e Kosovës, do më thonë janë fermerët cilët mas pak u përdorin preparate kimike në rajon, kështu që edhe kjo është një faktor shumë i rëndësishëm që produktet vendore i bën shumë të sigurta, edhe unë i kisha sugjeru gjithë konsumatorët e Kosovës, gjithmonë të zgjedhin nga aspekti i sigurisë, gjithmonë le të zgjedhin produktet vendore. Pastaj, çështja e shijes, se çysh përshtatet, a të pëlqen apo nuk pëlqen, ajo tani është subjektive dhe secili mundet me vendos cilin produkt me blej. Mirë po unë du me shfrytëzu rastin që m'ja hek këtë me dyshen për cilësinë dhe sigurinë e prodhimeve vendore konsumatorëve të Kosovës. Unë personalisht çdo produkt që është prodhim vendor, gjithmonë e përdori në shtëpinë time, me fëmijët e mi, me gruan tim, kështu që nuk kam dyshime për në këtë drejtim. Padyshim që po, e kur flasim përveç kualitetit më pas, padyshim që ndikon edhe në ekonominë e vendit. Tash do të riartem duke qenë se merreni vazhdimisht edhe me produktet vendore dhe me prodhuesit vendor, cilat janë disa prej sfidave që po përballen tash prodhuesit vendor. Edhe po ashtu, kësha dash më ndalë pak edhe të përfshire agrave, e di që këtu në Kosovë kemi shumë gra që miren me prodhime vendore. Po nisna prej angazhimit grave, apo prej ndikimit grave në bizneset prodhuese për punuse të pemëve dhe perimeve, përveç se shumë bizneset voglave të grave prodhojnë produktet e tyre edhe vetë punësorën edhe krijojnë tyrat mjaftueshme për familjet e tyre, në industrinë e përpunimit frutave dhe të perimeve diku rreth 70% e grave janë aktive në vendet punës, të punësume në këto kompani, edhe fatmirësisht jo vetëm në pozita ulta ku du të kryjnë punë teknike, po është permisu dukshëm angazhimi i grave, jënë profilizu në pozitat ndryshme, edhe tash shumicën e bizneseve prodhuese të pemëve perimeve, gratë kanë marrë një rol të menaxhimit këtyre bizneseve, edhe pastaj kështu është rritë ndikimi i tyre, është avancu vendimarrja në këto biznise prodhuese, edhe realisht kemi një numër shumë të madh grave që punësohen, edhe një numër shumë më të madh të grave cilat vetë punësohen tu prodhu produkte vendore. Ju dini që sasi shumë e madhe ajvarit shtëpiak shitet nëpër qytet në Prishtinë, bëhen porosira përpjetëve faqeve. Ne po mundohemi që këtyre bizniseve të vogla të grave të ndihmojmë ata që të formalizojnë aktivitetin e tyre ekonomik në mënyrë që ndikimi i tyre në ekonominë të Kosovës pastaj të qëndrohet në numra, pasi që shumë biznise të vogla të grave nuk kanë bizniset e tyre të regjistruar dhe pastaj nuk mundemi realisht me mat se sa është ndikimi i tyre në zhvillimin ekonomik të vendi, për arsye se nuk mbajnë shënime, nuk raportojnë shitje. Kështu që gjithmonë unë shfrytëzoj rastin edhe inkurajoj gjitha bizniset. Le të regjistrohen, nuk ka biznisi cili falimenton për shkak të pagesës taksave edhe tatimeve. Bizneset falimentojnë për shkak të mos menaxhimit duhur, po asnjë vend i botës nuk cakton nivel të tatimeve dhe taksave që me i bankrotu, se shteti ka qëllim për me vjel sa ma shumë taksa. Kështu që i kisha inkuraju shumë bizniset e vogla të grave, ti legalizojnë aktivitetet e tyre, bon më atraktiv për donatorë të ndryshëm, kanë mundësi të aplikojnë për përkrajet ndryshme nga ministrit ndryshme, gjë që ata bon pastaj numra real, do më thonë vrejë ndikimi i tyre në zhvillimin socioekonomik të Kosovës, për arsye se
futën statistika të Kosovës, qoftë ATK-s, qoftë ASK-s, kështu që kështu mundemi me matë ndikime real të bizniseve të grave në ekonominë bujqësore në Kosovë. Zotëri Artemu, po vjen shumë mirë për përfshirjen që kemi dhe po ashtu dhe për interesimin që kemi sa i përket produkte vendore. Tash për fund, kemi ardhur në fund të bisedës një mesazh për të gjithë ata që po na ndjekin dhe po ashtu pse duhet të bëhen pjesë e tregut në rrota. Mesazhi jonë është hajdeni vizitoni tregun rrota, shihni një organizim ndryshe i cili është bërë për herë të parë në Kosovë, ofroni mundësi prodhuesve vendor për me gjithë konsumator të ri, gjithashtu konsumatorëve mundësinë që me i shiju prodhimet vendore, kështu që ju ftoj sa ma shumë që të merrni pjesë në këto aktivitete. Itinerarin e përmenda i tregova cilat qytete kemi më shku, edhe kur fillojmë aktivitetin, edhe si mesazh po i ripërsëris konsumatorët e vendit, duhemi bëhemi patriota ekonomik, duhet konsumojmë prodhimet vendore që çdo euro e harxhuar për neve të ketë ndikim në shumë hallka të shoqënisë tonë. Tu fillu prej kompanive përpunuesve, fermerëve, shitësve të inputeve edhe ta zhvillojmë ekonominë tonë. Zotëri Artim, faleminderit shumë që ishe me ne këtë mëngjes, po uroj dhe po shpresoj që gjithçka më shkojë mirë e mbar. Faleminderit shumë, është kënaqësi gjithmonë.